Në seancën e sotme plenare, debati mes mazhorancës dhe opozitës u tensionua sërish pas një përplasje verbale mes kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, dhe deputetit të Partisë Demokratike, Flamur Noka. Gjithçka nisi pasi Noka akuzoi dhe ofendoi Ballën gjatë diskutimeve, duke cilësuar atë si ignorant. Reagimi i Ballës erdhi menjëherë me ironi dhe tone të ashpra, duke i kujtuar Nokës një nga gafat e tij të njohura publike, deklaratën e bërë në Vlorë për ditën e pavarësisë, ku ai kishte thënë gabimisht se flamurin e kishte ngritur Skënderbeu. Edhe si tha ky se kur të fyej ky i vetmi flamur që nuk di kur është ngritur flamuri, të fyej ky, është fundi botës. Është fundi botës. Si tha, këta tha, gjoj, këta tha i ka bindur Ervin Saliani. Këta u a ka mbushur mendjen Ervin Saliani. Replikat e Ballës shkaktuan reagime në sallë, ndërsa debati vijoi për disa minuta të tjera me stirjeve, ndërhyrjeve dhe kërkesave për qetësi. Seanca u shoqërua me retorikë politike të ndezur, një dukuri që është kthyer tashmë në pjesë të vazhdueshme të punimeve parlamentare.